Nuk dëshirojmë të prolongojmë procedurën, kështu që pajtohem. Se Naimi është i përfshirë në vrasje dhe është i arrestuar. Kur nuk ka pas, i ka urry armët dhe dhunën. A e dini apo dyshoni se cili mund të qenë motivi që e ka shty Naimi në vrasjen e Liridonës? Shaban Murseli, babai i të akuzuarit kryesor për vrasjen e Liridona Ademajt, Naim Murselit nuk është paraqitur për të jepur dëshmi në gjykatën themelore në Prishtinë. Për këtë, prokuroria e rastit propozoi leximin e dëshmisë së Shaban Murselit që e kishte dhënë me 6 dhjetor 2023 në stacionin policor. Pasi që dëshmitari Shaban Murseli ka dhënë deklaratë në procedurën paraprake në stacionin policor me datë 06/12/2023 dhe për tani ai nuk është i qasshëm për organet e gjyqësisë dhe është lajmëruar me telefon dhe që në seancën e sotme ai nuk është prezent. Prokuroria propozon për trupin gjykues që deklaratën e cekur, të cilin e ka dhënë edhe në polici, të lexohet si provë. Në këtë situatë nuk e kundërshtojmë propozimin e prokurorit të shtetit. Avokat e Naim Murselit, avokat Teuta. Nuk dëshirojmë të prolongojmë procedurën, kështu që pajtohem. Si provë, vetëm si deklarat pjesë shkresë e dëmshme. Pasi që ky propozim u pranua nga palët, kryetaria e trupit gjykues Fatime Dërmako e lexoi deklaratën. Djalin Naimin e kemi martuar në vitin 2010 me Liridona Ademajn nga fshati rreth Racaj. Pas janë martuar dhe kanë jetuar diku pa u bë një vit në Kosovë derisa janë rregulluar dokumentacioni i Liridonës. Pastaj kanë ardhur në Suedi ku kemi jetuar shumë mirë gjatë gjithë kohës, ku kanë punuar të dy dhe kanë besuar se kanë një jetë shumë të lumtur. Ndërsa që nga ky vit Naimi me 1 qershor ka ardhur në Kosovë, ku ka bler një shtëpi në Prishtinë dhe në shtator ka ardhur edhe Liridona me 2 djemt. Dua të ceki që pyetja, a mund të na tregoni rreth rastit se si jeni njoftuar? Përgjigja thot, unë për rast jam njoftuar ditën e vrasjes, më ka thirrë djali i dytë mërgimin dhe më ka treguar për rastin ku ka qenë rreth orës 22, datë 29/11/2023, dhe më ka thënë, bab, a ke folë me Naimin, se po thonë se e kanë vrarë Lilin. Ndërsa unë jam shokuar nga ky lajm, e kom thirrë gruan time dhe e kom pyetur se çka ka ndodhur dhe i kom tregu. Pastaj, pas pak jemi bërë së bashku me gruan time Sanien, vllajën Aslanin me gruan Fatmirën, djalin Mërgimin, jemi nisë me vetur, ku kemi udhëtuar për Kosovë diku 40 orë. Dhe kemi mbërrit me datë 1/12/2023 në orën 6 të mëngjesit, në shtëpi dhe në fshat, ku kemi takuar të gjithë familjen. Nuk kam mundur të pyes askënd rreth rastit, me qenë se ishim shumë të zënë me procedurën e varrimit dhe rreth pritjes së njerëzve. Pastaj, pas varrimit diku në orën 16:30, kanë ardhur disa vetura të policisë në oborrin ton, ku e kanë marrë Naimin për Prishtinë. Ndërsa gjatë mbastisjes së shtëpisë nga policia, njëri nga hetuesit e Prishtinës më ka ndarë vetëm në një dhomë ku më ka komunikuar rastin dhe më ka njoftuar se Naimi është i përfshirë në vrasje dhe është i arrestuar. Nga ky njoftim kemi qenë të gjithë të tronditur, shumë nga kjo dhe nuk kemi ditur se çka të bëjmë. Pyetje, a keni mundur të na tregoni pse Naimi është kthyer për të jetuar në Kosovë? Përgjigjja ka qenë. Arsyeja kryesore ka qenë punë biznesi. Pyetja, a dini ju ndonjë problem që ka pas Naimi me bashortën Liridonën, që e keni mundur të vreni ose dëgjoni nga familjarë të tjerë? Përgjigja është, unë përveç një problemi që e ka pas Naimi me djalin e hallës së tij Kanonin, para një viti që ka pas disa mesazhe të shkëmbyera përmes telefonit gjithsesi me Biondinën, gruan e Kanonit. Sipas njohurive që unë i kam pas për këtë rast, nuk ka pas diçka më shumë në mes Naimit dhe Biondinës përveç disa shkrimeve dhe fotove jo intime, foto normale, thot. Mirë po, e di që Naimi me Liridonin dhe Kanoni me Biondinën janë marrë vesh që kjo gjë të mbyllet me kaq. Nga ky rast, Naimi ka ftoftë marrëdhëniet me ne në një mënyrë me mua dhe familjen.
a ka pas kërkesë për divorc Naimi me Lilin? Jo, nuk jam një njohuri. Unë për këtë gjë kam dëgjuar përmes mediave. Pyetja, e dini se si kanë pas marrëdhëniet Liridona me Naimin, kohëve të fundit? Përgjigja thot: unë nuk kam vrej ndonjë ndryshim në marrëdhëniet e tyre. Ju me Naimin si keni pas marrëdhëniet? Përgjigja thot: unë i kam pas marrëdhënie shumë të mira me te. Me qenë se, si që ju kam treguar, Naimin e kom pas me probleme shëndetësore dhe e kom rrit me shumë vështirësi. A dini, a ka pas Naimi ndonjë armë me leje apo pa leje? Përgjigja thot: kur nuk ka pas, i ka urry armët dhe dhunën. Pyetja, me këndë shoqëruar Naimi në Kosovë? Përgjigja thot: vetëm më së shumti me kushtrim kokallën dhe nga njëherë me kanonin. A e njeni personin Granit Pllova? Unë kur nuk kam dëgjuar për këtë djalë. Pyetja, a është shoqëruar Naimi me Granit Plovën dhe a i keni parë ju ndonjëherë së bashku? Përgjigja është: jo, kur nuk e kam pa me të dhe nuk besoj që është shoqëruar me të. Pyetje, kushtrim kokallën, çka e lidh Naimin me Naimin? Përgjigja thot: kushtrimi është djali motrës sime dhe se baban e kushtrimit e kam dhëndër, që do të thot se me baban e kushtrimit Tafilin i kemi të ndruar motrat. Motra e Tafilit është gruaja ime, ndërsa motra ime është gruaja e Tafilit. Pyetja, a mund të na tregoni se a keni pasur njohuri se si e ka bler Naimi shtëpi në Prishtinë dhe si është bërë puna e pagesës? Përgjigja ka qenë: unë nuk kam njohuri të sakta. Mirë po, Naimi më ka thënë se ka marrë një kredi për pagesë të shtëpisë. Pyetja, a ka pasur probleme financiare Naimi? Përgjigja thot: unë nuk e di dhe nuk besoj. Pyetje, e ka pasur ndonjë telash Naimi me ndokën në Suedi apo Kosovë? Përgjigja thot: nuk ka pas kurrë, as këto e as atje. Unë pasi kemi orë pas varrimit, do të thotë sot me datë 6/12/2023, kom kuptu se Naimi ka shit biznesin në Suedi dhe nuk i di detajet e tjera. Këtë ma ka komentuar vajza ime Mimoza, e cila më ka tregu se Naimi ja pas ka marrë borx dhondrit, Valdrin Peretenit, burrit të Mimozës, edhe 40.000 euro, si dhe më tha se edhe shumë personave të tjerë të cilët nuk i kemi ditur. Pyetje, a keni pasur ndonjë kërcënim apo fjalë rreth rastit të fundit? Përgjigja, direkt unë nuk kam pas kurrë. A e dini apo dyshoni se cili mund të qenë motivi që e ka shty Naimi në vrasjen e Liridonës? As nuk e di, as nuk kam ndonjë dyshim se çka ka mund të ndodhë në këtë rast. Pyetja, a keni kontaktuar me familjen e Liridonës pas vrasjes? Përgjigja thot: po, kam kontaktuar me mesazh me Leonardin, vllajën e Liridonës, dhe arsyeja ka qenë se kam pas dëshirë të marr pjesë në rivarim. Mirë po, i njëjti më ka thënë jo dhe se ka mbaruar miqësia mes nesh.